Nga auditorët në inxhinierët e sigurisë të së nesërmes, fuqia fillon këtu. Për herë të parë në Shqipëri hapet programi studimit master në inxhinieri armatimi me profil në aviacion dhe naval, dhe këtë mundësi për ta ofruar për të gjithë të interesuarit do ta ketë Universiteti Vlorës Ismail Gjemali. Gjithçka fal një bashkëpunimi të Universitetit të Vlorës me Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Arsimit dhe Akademinë e Forcave të Armatosura. Ceremonia hapjes së këtij programi të ristudimi do të zhvillohet pranë rektoratit ditën e premte më datë 24 tetor në orën 12. Gjatë kësaj tenteje në Universitetin e Vlorës, mbriti rektori i Akademisë së Forcave të Armatosura, ku u takua me rektoren, profesore doktore Aurela Saliaj. Për herë të parë në Universitetin e Vlorës Ismail Gjemali hapet masterin në inxhinieri armatimi me profil në aviacion dhe naval. Një bashkëpunim i Universitetit Ismail Gjemali me Ministrinë e Mbrojtjes dhe me Akademinë e Forcave të Armatosura. Pikërisht një ditë përpara se këtu në sheshin përpara rektoratit të zhvillohet edhe ceremonia e rastit, rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Gjemali priti në një takim rektorin e Akademisë së Forcave të Armatosura të Shqipërisë për të zhvilluar një bashkëbisedim rreth detajeve që do të shoqërojnë ditën e inaugurimit të këtij programi të ristudimi, por dhe me mjaft rëndësi që hapet për herë të parë jo vetëm në Universitetin e Vlorës Ismail Gjemali, por edhe në Shqipëri. Programi i studimit master në inxhinieri armatimi me profil në aviacion dhe naval do të zhvillohet pranë Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore. Dekani Miftar Amosaça i thotë se ka interes të lartë nga studentët për të vijuar këtë program të ri, që është i kërkuar mjaft në tregun e punës. Programi do të jepet nga pedagogët të Universitetit të Vlorës dhe Akademisë së Forcave të Armatosura. Nga këta auditor do dalin profesionistë që i duan edhe industrisë së aviacionit dhe aeroporteve që kërkojnë specialistë. Që ka nisur qysh vitin e kaluar, si vjetë kemi bërë realitet, regjistrimet kanë vijuar në këtë program studimi dhe ka interes të lartë nga studentët. E veçanta e këtij programi studimi është se ta student tregun e punës e kanë gati. Kërkesat dhe bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Akademinë Ushtarake është i asaj natyre kur të gjitha studentët pothuajse janë gati për tregun e punës. Mjafton që ata të performojnë mirë, të përkushtohen drejtimit të ri, inxhinierisë armatimit dhe bashkëpunimi i stafeve akademike, jo vetëm të universitetit, por edhe të Akademisë Ushtarake, pra do të jetë një bashkëpunim i të dy stafeve dhe lëndët mësimore nuk zhvillohen vetëm nga stafi ynë, por edhe nga stafi i atyre, pra një miksim midis tyre. Dhe kjo do ta bëjë të mundur që tregu i punës, i cili është industria ushtarake dhe civile, sepse po flasim jo vetëm për industri armatimi të mirëfillt, po flasim edhe profesionet të cilës i duan industri, siç është industria e aviacionit dhe industria tjetër e aeroporteve, të cilët kërkojnë specialistë dhe këta specialistë mundet të prodhohen ose të dalin vetëm nga universitetet. Amosaça i thotë se studentët do të marrin në këto auditor njohuri për sfidat e reja ushtarake, por edhe orientimin drejt tregut civil të aeroportit, pasi vendet e punës do të kenë nevojë për këta specialistë janë të fushave të ndryshme, që nga mirëmbajtja deri te kontrollet. Njohje me sfidat e reja të programeve ushtarake në kuadrin e zhvillimeve të reja globale. Por gjithashtu, këta kanë është edhe orientimi i tyre në tregun civil, që nënkupton tregun e aeroportit, dhe sepse proceset dhe vendet e punës që ofrojnë në aeroportin ton të Vlorës, që shpejti do të vijojë për punimet e tij, janë të fushave të ndryshme, që nga mirëmbajtja, që nga kontrollet, dhe të gjitha këto patjetër kërkojnë një kulturë të nevojshme universitare, diplomat veçanta specifike, të cilat do të jenë në fokus të punës në të ardhmen sipas nevojave të tregut punës. Universiteti Vlorës Ismail Gjemali do të jetë i pari universitet dhe i vetmi që do të ofrojë master në inxhinieri armatimi me profil në aviacion dhe naval, një degë e cila i duhet tregut të punës dhe është mjaft e kërkuar, fal një bashkëpunimi të ngushtë edhe me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Akademinë e Forcave të Armatosura. Programi i ri i studimit do të inaugurohet më 24 tetor, ditën e premte në orën 12.